Mirëmbrëma të dashur shikues. Sot fillon një aventurë e re e imja edhe e bashkëpunëtorëve të mi në këtë kanal, në kanalin Okult, fillon pra podcasti Okult Konspiracion. Do të jetë gjithmonë çdo të premte në orën 20:30 dhe do të mundohemi që gjithmonë të jemi live. Po për këtë emision të parë, duke kërkuar ndjes, do të japim një intervistë të regjistruar dje. Personazhi i ftuar ka qenë Dritan Goxhaj, një personazh shumë i njohur, një patriot i vërtet nga të rrallët që kanë mbetur në kombin shqiptar. Një njeri që ka luftuar, ka dhënë prova, ka rrezikuar jetën e vet për çështjen kombëtare, ka qenë antar i UÇK-s në Kosovë. Dhe prej asaj dite ka mbetur një patriot i madh që nuk nguron të flas asnjëherë për çështje të interesit kombëtar, por jo vetëm. Ai ka analizat e veta jashtëzakonisht interesante, strategjike, ushtarake dhe gjeopolitike për ato që ndodhin në botë, kështu që unë vendosa që ai të jetë i ftuari im i parë dhe me të bisedoj për dy konfliktet që ende po vazhdojnë, atë në Ukrainë dhe atë në Gaza. Ju lutem ndiqni intervistën dhe mos harroni që të bëni të nënshkruheni, pra të bëni abonent të këtij kanali dhe ta mbështesni duke i shpërndar videot. Vetëm kështu na ndihmoni ne që të monetizojmë, që të mbulojmë një pjesë të shpenzimeve tona. Media e mirë kushton. Mos e harroni këtë gjë. Ajo që është falas nuk është kurrë mirë. Shikim të këndshëm. Zoti Goxhaj, mirëmbrëma. Mirëmbrëma, Aliva. Ju falenderoj shumë që pranuat të jeni pjesë e këtij podcasti të parë në rrugën e krijimit të një televizioni web që unë shpresoj do të bëhet i mundur shumë shpejt në kanalin YouTube Okult. Është kënaqësi për mua kjo ftesa juaj në këtë podcastin, po edhe pse ndonjëherë në jetë time nuk kam marrë pjesë ose diskutuar për çështje konspiracionesh, dhe më duk interesante edhe nga ideja që keni krijuar dhe mënyra se si po i shtjelloni. Konspiracion janë ato që nuk pranohen sot, por pranohen pas 6 muajsh. Nga elita, nga mediat e rrymës kryesore. Dhe besoj që temat për cilët do flasim sot na japin të drejtë në çdo rast. Kanë kaluar diçka më shumë se 2 vjet nga fillimi i asaj që disa e quajnë luftë, të tjerë e quajnë masakër në Gaza, ndërsa pas disa muajsh do të bëhen tashmë 4 vjet nga fillimi i luftës në Ukrainë. 2 luftra për të cilat unë, ju dhe njerëz të tjerë kemi pasur pikpamje të kundërta nga ajo që na shërbiru nga diplomacia botërore dhe nga mediat e rrymës kryesore në botë, por besoj që ne nuk kemi bërë konspiracion. Nuk kemi bërë të paktën teori konspiracioni dhe po vërtetojmë që tezat tona kanë qenë të drejtat. E fillojmë me Gazën. E fillojmë me çfarë doni juve, s'është problem. Atëherë, ta fillojmë nga ngjarjet e fundit. Është firmosur një marrëveshje paqeje ku ka munguar nusja dhe dhëndri. Pra është bërë dasma, nusja dhe dhëndri nuk kanë qenë pranishëm. Izraeli dhe Hamasi nuk e kanë firmosur. A është kjo një marrëveshje e vërtet paqeje? E para më të kundërshton, nuk kemi të bëjmë me një marrëveshje paqe, por vëmendje kemi të bëjmë vetëm me një armë pushim. Është një armë pushim në bazën e gjitha armë pushimeve që ka pasur midis palestinezëve dhe Izraelit nga viti 1167 dhe deri këtej, nga viti 1167 deri më sot, me gjithë të që unë nënshkrua tash në sharmin e lidhur, është marrëveshja e 12, pra 12 herë ka pasur marrëveshje të njëjta për marrëveshje paqe dhe njëra nga ato ka zgjatur më shumë se të gjitha, ka zgjatur 7 vjet. Pra të gjitha kanë zgjatur nga 7 ditë deri në 7 vjet. Këto marrëveshje armë pushimi dhe në të gjitha rastet, në të 12 rastet janë servirur si marrëveshje paqe. Por juve e quajtut si dhëndri, dhëndri dhe nusja pra llogaritët një dasëm. Unë do llogarisja në funeral, sepse vetëm në funeral njerëzit mblidhen dhe i vdekur i ndërkohesh në dhe njerëzit mblidhen dhe pastaj diskutojnë edhe nganjëherë edhe festojmë nga i got raki, pra pimë nga do raki dhe ka raste që ja marrin edhe këngës. Pra, kjo mu duk një funeral më shumë se sa një dasëm. Dakor, po ideja është që mungojnë protagonistët, ata që do të jepnin kuptim marrëveshjes. Pra, sepse marrëveshja për ta nuk ka kuptim. Pra, kjo marrëveshja që është ofruar për ta, për të dyja palët, qoftë për palestinezët dhe për izraelitët, nuk ka kuptim në formatin që është ofruar. Pra, të dyja palët nuk i pranojnë pjesën më të madhe të asaj marrëveshje dhe për këtë arsye palët nuk ishin prezent. Pra, Izraeli nuk pranon shtetësinë e Palestinës, Hamasi nuk pranon çarmatosjen dhe dorëzimin e sovranitetit të Gazës, një entiteti të huaj kushdo qoftë ai dhe çfarëdo lloj koncepti ketë ai. Pra të dyja palët në këtë aspekt e kundërshtojnë marrëveshjen, po secila në mënyrën e tyre pa dashur që të kundërshtojnë totalisht atë propozim të Shtetit Bashkuar të Amerikës për arsye se kjo lloj armëpushimi ju nevojitej të dyja palëve në këtë moment.
në Izrael është festuar me të madhe rikthimi I pengjeve, atyre që ishin ende gjallë dhe siç e dim ka filluar edhe kthimi I mbetjeve mortore të atyre që kanë humbur jetën. Po. Ndërsa nga ana tjetër Izraeli ka pranuar të lëshojë nga burgjet apo nga pengëmarrja, mund ta quajmë edhe pengëmarrje për sa kohë ata njerëz nuk janë nënshtruar një procesi të rregullt ligjor, për sa kohë janë arrestuar dhe mbajtur në gjendje arresti me një ligj ushtarak dhe me gjykata ushtarake në Bregun Perëndimor, pra jo me ligj civil, jo me kod penal, janë rreth 2000 vetë që do të lirohen. Nëse kthehemi pas 2 vjet në kohë, a I bie që kanë vdekur për hiç gjë mbi 50.000 njerëz, ndërkohë që këto ishin kërkesat e Hamasit atëherë. Hamasi kërkonte të lironte të burgosur ose të paraburgosur me afate të gjata ose pa afat, në shkëmbim të 250 pengjeve që mori në datën 7 tetor. Do të kemi një parasysh. Në rast se do shohim në aspektin e thjesht, pra në aspektin e pra në rast se do bëj llaf për një kopertinë reviste. Kjo që thoni ju mund të qëndrojë, pra që normalisht kjo ishte kërkesa e Hamasit dhe kjo kërkesë u pranua pas 2 viteve, pse s'u pranua para 2 viteve. Pra në rast se bëhet llaf për një kopertinë reviste, mund të themi që kjo qëndron, por realiteti nuk është çështje kopertinë reviste. Pra duhet parë më thellë, pra duhet shfletuar faqet e kësaj revistës. Dhe jo duke do ta vlerësojmë nga kopertina. Pavarësisht kërkesës të Hamasit, pra kërkesa ekskluzive ishte kjo, sepse ti ke një kërkesë për çdo veprimi që bën, ke një kërkesë. Dhe ideja e Hamasit, pavarësisht kësaj kërkese të thjeshtë, që mund ta unë quaj një kërkesë kopertine, mbas kësaj qëndron realiteti I kësaj nevoje, I kësaj përplasje ushtarake e para, e cila solli në ndërkombëtarizimin e çështjes palestineze, sepse në rast se do të pranojnë në atë moment, atëherë nuk do të kishim më ndërkombëtarizim të çështjes palestineze, dhe do të mbyllej ashtu siç u mbyll kjo dhe do të harrohej gjithçka dhe do të vazhdonte sërish apartheidi, do të vazhdonte sërish kolonizimi dhe gjithçka tjetër, që të ndërpritet, pra që apartheidi të dalë I haptazi që është një apartheid, pra Izraeli është një shtet apartheidist, dhe që të tregojë që nga viti 48 deri më sot Izraeli ka bërë genocid të vazhdueshëm dhe krime lufte ndaj Palestinës, atëherë ishte dashur kjo luftë. Pra nuk duhet ta minimizojmë vetëm tek kërkesa. Pra të ta minimizojmë të gjitha atë çfarë solli kjo, dhe ishte e nevojshme kjo përplasje 2 vjeçare, sepse kjo përplasje 2 vjeçare solli atë që askush nuk e kishte imagjinuar. Pra e para e shfaqi publikisht shpirtin kriminal të shtetit të Izraelit dhe të shoqërisë izraelite, pra një shpirt kriminal dhe genocidial dhe apartheidist, dhe dyta I hoqi asaj mbështetjen dhe po shkonte edhe për zhbërjen, pra para 3 ditësh ish kryeministri izraelit Ehud Barak bëri një deklaratë në një nga mediat izraelite dhe tha që për herë të parë që në historinë e shtetit izraelit ka ndodhur që të diskutohet legitimiteti I shtetit Izraelit. Pra kjo është një fitore dhe pa këtë luftë nuk do mund të diskutojë. Jo, padyshim, po këtë ne po e themi 2 vjet më pas. Ajo që dua të fokusohem unë është kjo. Izraeli me gojën e Netanyahut në mënyrë të përsëritur ka mbajtur vetëm një avaz. Lironi pengjet, lufta mbaron. Lironi pengjet, lufta mbaron. Dhe me këtë justifikonin vrasjen e grave të fëmijëve, shkatrimin e infrastrukturës civile, urinë e sforcuar, ndalimin e ndihmave humanitare deri tek aksioni I fundit për ndalimin në det në mënyrë të kundërligjshme të flotiljes që sillte ndihma humanitare. Pra, nga pikpamja, nëse ju do të ishit izraelit, qytetarë që keni votuar Netanyahun, a nuk do të ishit ju kritik sot, sepse pas ka qenë thjesht të bëhet marrëveshje me Hamasin? Në rast se nuk do të isha indoktrinuar në aspektin zionist, po duke qenë se pjesa më e madhe është izraelite, pra e ka treguar në këto 2 vite në të gjitha exit pollet që kanë bërë televizionet izraelite, ka rezultuar që nuk ka rënë asnjëherë poshtë 82% për kraja e tyre për krimet dhe për genocidin në Gaza. Pra gjithë kanë qenë, pavarësisht se sebebi ka qenë kjo, ideja e tyre ka qenë pastrimi etnik. E pra, pra. Ata e kanë fshehur pastrimin etnik pas kësaj. Ndërkohë që bie dakord me ty që thua që të dyja palët kanë marrë pengje, pra pengje janë edhe palestinezët në duart e izraelitëve, sepse izraelitët janë pushtues, dhe pengje janë edhe pushtuesët izraelitë në duart e palestinezëve, në duart e Hamasit që ishin. Pra në 2 rastet kemi pasur pengje dhe vazhdojmë të kemi pengje. Pra pengje janë, nuk mund të quhen të burgosur. Pra biem dakord që pikërisht kjo lloj paqje në thonjza apo armpushimi, pra kjo marrëveshje gjithsesi, për shkëmbimin e pengjeve, rrëzon të gjithë propagandën e Netanyahut prej 2 vjetësh që po luftojmë për të liruar pengjet. Nuk pas kanë qenë duke luftuar për të liruar pengjet, po për të bërë rrafsh me tokën Gazën.
dhe për të vrarë 10.000 civil. Absolutisht, qëllimi i tyre pra shiko, që në momentin që doli në daljen e parë publike me datë 4 tetor, me datë 24 tetor, 25 tetor të 2023-shit, etiketimi që i bëri palestinezëve si Amalek, pra duke u bazuar mbi një të dhënë biblike, mbi një shkrim biblik të vjetër të manipuluar, pra duke i quajtur kafsh, duke i quajtur njerëz të cilët duhet të zhduken, pra qëllimi ishte ky. Pra në momentin që ti e dehumanizon kundërshtarin, atëherë qëllimi jot është automatikisht asgjësimi total i kundërshtarit. Pra asgjësimi i tij ushtarakisht, asgjësimi i tij në aspektin civil, asgjësimi i tij në aspektin kulturor, pra asgjësimi i tij edhe në aspektin territorial. Pra kjo është pra dehumanizimi çon kësaj dhe gjatë gjithë deklaratave të jo vetëm të Netanyahu, por të gjithë kabinetit qeveritar tyre, kemi pasur të bëjmë me një dehumanizim. Pra ky ka qenë qëllimi i tyre. Pastaj këtë dehumanizimin e kam fshehur pas pengjeve, e kam fshehur pas eliminimit Hamasit ose pas një diçka tjetër, pra pas një titulli për kopertinë reviste, kjo është tjetër gjë. Por qëllimi ka qenë dehumanizimi dhe në moment që ti e dehumanizon diçka, domethënë do thua që kjo nuk është pjesë e jona sepse nuk është humane. Pra ne jemi human, këta janë human, duke qenë se janë humane, atëherë këta duhet fshihen, nuk duhet ekzistojnë më. Ky ka qenë qëllimi i tyre. Për t'ju kthyer lojës së fjalëve me të konspiracionin, teorinë e konspiracionit apo të vërtetën që denoncohet. Pak kohë mbasi kishte nisur masakra në Gaza, unë kam nisur një emision në televizionin MCN në atë kohë që e quaja teori konspiracioni, dhe në emisionin e parë jam marrë me plane në atë kohë të rrjedhura në media, pra jo të pranuara zyrtarisht nga qeveria, për zhvendosjen 100% të popullatës së Gazës në vende fqinje, kryesisht në Egjipt. Atëherë mund ta quanim teori konspiracioni. Sot ne e dim që Shtetet e Bashkuara po ndihmojnë Izraelin për të vazhduar negociatat për zhvendosjen në thonjza vullnetare, pra emigrimin vullnetar të banorëve të Gazës në Sudan, në Egjipt, në Jordani, në Siri, e pse jo ndoshta edhe në Shqipëri, pavarësisht se nuk ka lajme të konfirmuara për Shqipërinë, ka vetëm dyshime. A mendon se do të ketë përpjekje të vazhdueshme edhe në të ardhmen për ta zhvendosur totalisht popullsinë e Gazës nga Gaza? Absolutisht, shiko, pjesë e kësaj përpjekje është edhe rasti i fundit, pra i lirshimit të pengjeve, pra kur Izraeli liroi pengjet, ka pranuar që një pjesë të atyre ish komandantëve të Hamasit dhe të Fataut dhe të Frontit Popullor Palestinez, cilët kanë luftuar kundër Izraelit dhe që kanë qenë në burgjet me kohë të gjata 20 vjet, 30 vjet, ka nga ata që kanë qenë 40 vjet në burg, pra në burg pa dënime, thjesht të mbajtur atje, pra të marrë pengje, nuk ka pranuar të dorëzojë ata në Gaza, por ka kërkuar dhe ka vendosur të çojë ata jashtë Gazës, pra i ka çuar në Egjipt. Dhe kjo është pjesë e saj, pra duke lëvizur komandantët e këtyre lëvizje, duke lëvizur njerëzit kryesor të lëvizjes politike dhe ushtarake, të cilët i kanë mbajtur me kohë në burg. Pra ti i lëshon këta jashtë, duke çuar këta jashtë me idenë që duke ikur këta, edhe njerëzit e tyre do t'i pasojnë, pra do t'i pasojnë familjet e tyre, duke qenë se Gaza është një shoqëri që jeton në familje të mëdha, pra koncepti i tyre familjar është familjeve të mëdha, të shtrira, pra në një lagje ti mund të kesh një fis dhe do ketë lëvizje të tilla, pra lëvizja tashmë do jetë vullnetare për shkak se do shkojnë te personi i tyre kryesor, i cili ka qenë i pari i fisit dhe ky i pari i fisit ka pasur një vlerë politike dhe ushtarake në veprimtari në Gaza dhe në këtë mënyrë ata do të mund të largohen. Por ka qelluar që pavarësisht kësaj ideje të tyre, populli i Gazës, pra palestinezët, duke qenë se janë mësuar prej kohësh me këtë përzënje, me këtë largim, e kanë refuzuar këtë. Edhe kemi deklaratë të këtyre komandantëve për dje që thonë që do t'i shohim të gjitha mundësitë që në çfarë do lloj forme neve të rikthehemi në Gaza, pra në çfarë do lloj forme, do thotë edhe në mënyrë ilegale do të rikthehemi në Gaza. Normalisht Izraeli nuk do të heqë dorë asnjëherë për t'i përzënë as palestinezët në Gaza dhe as palestinezët në bregun perëndimor, sepse është shtet kolonial, pra shtet kolonial dhe vazhdon të ndërtojë koloni, vazhdon të marrë territoret e tyre. Pra ky është qëllimi i atij shteti. Kështu është formuar, pra që në 48 është formuar si shtet kolonial dhe si til vazhdon. Është një shtet i cili nuk ka kufi të definuar. Pra s'ka kushtetut dhe nuk ka as kufi të definuar. Dhe neve nuk e quan veten republik. Po, dhe nuk, pra, neve konsiderojmë shtet, po për mendimin tim ai nuk është një shtet, është thjesht një fis i bashkuar rreth një ideologjie zioniste. Ndërkohë, nëse shkojmë fare pak prapa në kohë, pra mund të themi edhe 24 orë përpara shpalljes që i bëri Trump marrëveshjes së pritshme të paqes, Ben-Gvir, Smotrich, në dash edhe Daniela Vajs, ashtu quajtura aktiviste të drejtave hebreje apo izraelite, se nuk besoj se janë çifudat ata janë zionistë,
kanë folur hapur për zbrazjen e të gjithë bregut perëndimor nga popullsia palestineze dhe për plane zhvillimi në Gaza për leje ndërtimi dhe për dhënie tokash për shfrytëzim. Si ka mundësi që mbyllën gojen me njëherë, heshtën të gjithë, edhe Ben-Gvir edhe Smotrich nuk janë ndier fare, ndërkohë që mburreshin që kjo që po ndodhte ishte betejë finale dhe brenda pak muajsh përfundimisht do të arrijej pastrimi i atyre që ata i quajnë Judea dhe Samaria. Çfarë ka ndodhur? Nuk ka ndodhur ndonjë gjë e madhe, ka ndodhur që ata arritën një 50% të planit tyre arritën, pra në këtë planin që ju quani plan paqe, ndoshta një plan rikolonizimi, pra ky plan i ofruar nga Trumpi nuk është plan paqe, por është një armë pushimi, është një plan rikolonizimi dhe ky plan rikolonizimi parasheh që 58% e territorit të Gazës do vazhdojë të mbetet nën kontrollin e izraelitëve. Pra nuk lejohet edhe sot në gjitha këto ditët që këto 4 ditë që ka filluar ky armë pushim, ka pasur thyrje të armë pushimi nga ana e Izraelit, pasi Izraeli nuk ka lejuar në asnjë moment të popullatën civile palestineze që të hyjnë në territoret e Gazës të mbajtura nën kontrollin e ushtrisë izraelite. Pra ka sulmuar, ka vrarë civil. Vetëm dje ka vrarë 8 civil, cilët kanë tentuar të shkojnë drejt shtëpive tyre, po 58% e territorit të Gazës do të mbetet nën kontrollin e ushtrisë izraelite. Pra, para 2023 ata nuk e kishin nën kontroll territor. Tashmë e kanë marrë ata në kontroll dhe e kanë përzënë gjithë popullatën civile për aty. Dhe kjo është një fitore për ta. Dhe për këtë arsye ata kanë mbyllur gojën dhe nuk po bërtasin me zot masë, sepse po të vazhdojnë të bërtasin, atëherë njerëzit do të ngrihen dhe do thonë, "Ore, juve po kërkoni të merrni këtë gjithë Gazën, po prit se juve keni gjysmën e Gazës", edhe të rriten kërkesat, të rritet presioni ndërkombëtar që ta lirojnë edhe gjysmën e Gazës. Për këtë arsye, ata nuk po ndihen më që të mbajnë këtë gjysmën që e kanë tashmë. Ju kuptoj. Pra, ju po thoni që asgjë nuk ka ndryshuar në vinjat kryesore të politikës së kësaj qeverie? Jo vetëm që nuk ka ndryshuar, por juve përmendet Daniela Vajs. Vjet BBC-ja ka bërë si rrallë herë, pra BBC-ja bën emisione të bukura, po si rrallë herë ka bërë një emision, nëse e keni parë në YouTube mund ta gjeni, kur Daniela Vajs dhe një person tjetër organizonin ture në Izrael dhe kishin vënë teleskop me ata që dhe të organizonin ture turistësh izraelit nga Evropa, nga vende të tjera, nga gjithë bota, dhe nëpërmjet teleskopëve shihnin luftën në Gaza, pra shihnin se çfarë bënte ushtria izraelite. Imagjino, ata e kishin kthyer këtë në një lloj kënaqësie, pra luftën në Gaza, vrasjen e palestinezëve, bombardimet që bënte ushtria izraelite në Gaza, ata kishin zënë një kodër në Judea dhe në Samaria, është një nga kodrat e larta që është atje, dhe atje kishin vendosur teleskop dhe e kishin kthyer në atraksion. Pra, dhe gëzonin kur shikonin bombat që shpërthenin mbi Gaza. Ta kthesh në atraksion vrasjen e fëmijëve dhe të grave, pra ta kthesh në atraksion genocidin dhe ta shpallësh atë publikisht, pra edhe e shpallin në BBC, pra në emisionin e BBC-s, kjo nuk është se po e them unë ose po e thoni juve. Pra është çdo kush mund ta shohë atë emision BBC-s, është në YouTube. Ka përshtypjen që po i referoheni dokumentarit me titull Settlers. Po, kolonët. Ai dokumentar me titull Kolonët. Pra aty mund ta shohin dhe në këtë moment që ti e kthen pra genocidin, e kthen vrasjen e fëmijëve dhe të grave, pra e shfalos kënaqësinë e saj. Pra në këtë moment kemi të bëjmë me një popull, me një shoqëri të sëmurë mendore. Pra jo të Daniela Vajs, po janë të gjithë të sëmurë mendor, sepse një shoqëri që e lejon këtë të ndodhi, një shoqëri që e shpalos këtë gjë. Pra kjo është e sëmurë me ta, kemi të bëjmë me njerëz të sëmurë mendor, me sociopat. Kjo është sociopati. Pra kemi një shoqëri sociopatike e cila e quan veten shtet, ndërkohë që nuk është shtet dhe s'ka asnjë nocion të shtetit. Sepse që të kesh gjykata, ose gjykata kanë edhe vende që s'kan shtete fare, gjykata kanë edhe organizatat, çdo lloj organizate ka gjykata. Që në rast se çdo lloj organizate ngre një gjykatë, edhe ngre një prokurori, edhe ngre një polici për të mbajtur një territor në kontroll, atëherë nuk mund ta quajmë shtet, kjo nuk quhet shtet. Pra këta s'kan asnjë gjë që ka të bëjë me shtetin. Daniela Vajs, emri i cilës nuk flet fare për origjinë hebraike, as emri as mbi emri. Asnjëri prej atyre që juve përmendet, as Benjamin, se ai ka ndryshuar mbiemrin, pra Benjamin është Benjamin Milejkovski. Po. Pra të gjithë udhëheqësit e Izraelit kanë emra të tjerë. Të gjithë janë dhe nuk janë as hebrej. Nuk janë as hebrej, ata janë i përkasin lindjes të Evropës, Polak, Ukraina, nga Polak dhe nuk kanë të bëjnë, janë të konvertuar në hebraizëm, po nuk janë hebrej origjinal. Po qartë, po flasim për ashkenazët. E famshëm që ndoshta e kanë origjinën nga kazarët. Po t'i kthehemi Daniela Vajsët dhe bie dakord me ju që thoni që ajo mund të jetë një sociopate, po këtu kemi një shoqëri të tërë sociopate.
skizofrenike, më që të doni, sepse nuk mjafton fakti që Daniela Vajs i ka paraprir kolonëve që kanë ushtruar dhunë, kanë djegur, kanë shkatërruar prona të palestinezëve në bregun perëndimor dhe bëjnë plane për shfarosjen totale të popullsisë palestineze në Gaza. Por 2 profesorë universiteti si vjet e propozuan Daniela Vajsin për çmimin Nobel për paqe. Shiko, nuk është çudi, imagjinoni kur u ngrit një gjysmë e botës, gjysmë e të udhëheqësve të botës janë, ju i quaj, mund t'i quajmë udhëheqës, nuk i quaj udhëheqës menaxher, se janë menaxher, nuk ka më udhëheqës bota. Ka menaxher sot u ngritën dhe propozuan për çmimin Nobel për paqen Trumpit. Dhe çmimi Nobel për paqe ç'a bëri? Vendosi të mos ja jepte Trumpit dhe vendosi t'ja jepte një individi tjetër e cila është femër, e cila përkrahte publikisht genocidin e Palestinës, genocidin izraelit ndaj Palestinës. Pra, ja dha një lider të opozitës në Venezuelë, po. Për të bërë atë, për të nxitur nëpërmjet kësaj gjëje simbolike, për të nxitur ndryshimin e regjimeve. Pra imagjinoni ku ka përfunduar çmimi Nobel për paqe. Pra çmimi Nobel për paqe ka marrë të njëjtën ironi që ka çmimi Nobel, sepse Nobeli është ai që shpiku barutin. Po. Pra, me cilin po vritet gjithkush dhe tashmë çmimi Nobel për paqe. Imagjinoni ironia e çmimit Nobel ka përfunduar pikërisht te fillimi i çmimit Nobel. Pra te emri. Tashmë ky çmimi Nobel jepet për genocidusit, jepet për vrasit, jepet për kriminalët. Pra ata tashmë konsiderohen dhe kjo tregon se në çdo drejtë po përfundon shoqëria jon, kjo shoqëria, kjo bota në cilën jetojmë. Pra ka humbur çdo lloj vlerë është kthyer mbrapsht. Dhe janë ngritur këmbët t'i bien kokës, i thënë saj. Zoti Goxha, ju jeni i djathtë, i majt apo i qendrës? Nuk jam as i djathtë as i majt as i qendrës, un jam e konsideroj veten një nacionalist dhe nacionalizmi në Shqipëri mund të konsiderohet i majt, sepse nacionalizmi pothuajse në Shqipëri ka qenë gjithnjë majt, në disa vende nacionalizmi, edhe pse nacionalizmi pra edhe fashizmi, edhe nazizmi janë nacionalizme, janë ekstreme, nuk pavarësisht janë konsideruar të djathta, për mua kanë qenë gjithnjë të majta, pra i përkasin të majtas dhe kemi të bëjmë me nacionalizme të majta brenda të majtës, me ekstreme të majta, por që janë konsideruar për arsye politike ndryshme të djathta, për mua djathta. Unë nuk jam i majt i djathtë, kështu po ekzistoj, jam një nacionalist për faktin se kam përfunduar nacionalizmin tim e kam shprehur edhe me armë, pra jam bashkangjitur lëvizjeve të armatosura që kanë pasur nevojë në hapësirat tona dhe vazhdoj të qëndroj idesë që zgjidhja e vetme në trojet tona është arma, pra nuk ka mbetur një zgjidhje tjetër, mbetem një nacionalist ekstrem. Ju kuptoj. Po pyetja ime kishte të bënte me atë që po ndodh sot në gjithë botën e famshme perëndimore, në atë që disa e quajnë perëndimi kolektiv, ku nëse je i djathtë duhet patjetër të jesh pro Izraelit, pro Netanyahut, jo pro semitëve apo hebrejve apo çifutëve. Po ky është problemi, sepse koncepti ka lëvizur, pra shikoni ka lëvizur koncepti të djathtës dhe të majtës. Do kemi një parasysh. Shikoj se ka lëvizur. Për shembull, le të marrim një shembull të luftës në Ukrainë. Në para luftës së dytë botërore ishte e djathta që kërkonte luftën e dytë botërore, pra kërkonte të sulmonte Rusin, luftë me Rusin, dhe ishte e majta ajo që ishte kundra luftës. Ndërsa tashmë jemi në një pikë që kjo e majta atëhershme kërkon të bëj luftë me Rusin, ndërsa e djathta atëhershme nuk kërkon të bëj luftë me Rusin, kërkon të bëj paqe. Dhe tashmë kjo e majta dhe e djathta bashk janë bërë bashk dhe e quajnë, pra e përkrajnë fashizmin që Izraeli bën atje. Për arsye se kemi humbur konceptin e fashizmit edhe në Ukrainë keni fjalën. Absolutisht. Kemi humbur konceptin atë që thash më parë, që fashizmin e konsiderojmë të djathtë. Dhe neve e quajmë të djathtë. Fashizmi nuk është i djathtë. Pra as fashizmi as nazizmi nuk janë të djathta. Janë të majta dhe kanë dalë nga e majta. Sepse Mussolini u përzu nga Partia Socialiste për idetë e tij ekstreme dhe krijoi fashizmin. Po është i majt, sepse thoshte gjithçka për shtetin, gjithçka e shtetit, gjithçka për shtetin. Pra koncepti ishte shtetit e fashizmi. Edhe Partia e Hitlerit quhej nacional socialiste. Absolutisht. Dhe shteti nuk është nocion. Pra ti të bësh gjithçka për shtetin, ku shteti kontrollon gjithçka, nuk është nocion i djathtë. Nocioni i djathtë është ta shpërndajmë, pra të bëjmë të decentralizimit, ja japim gjithë privatëve për këtë që po bëjmë. Ky është nocioni i djathtë. Këto janë nocionet majta, prandaj them që shoqëria i ka marrë gabim nocionet dhe i kemi mësuar gabim, dhe në këtë gabimshmëri të madhe që kemi bërë,
sot tashmi të gjithë të djathtë thonë, ndërkohë që nuk ka të djathtë, sidomos në Republikën e Shqipërisë. Në Republikën e Shqipërisë nuk ka të djathtë dhe të majtë. Në Republikën e Shqipërisë ishte një bajgë e madhe, ajo bajga e madhe që u nda në 90-ën, pra e ndau Ramizalia në të majtë dhe në të djathtë, në PS dhe në PD. Nuk mund të ketë të djathtë. Të djathtë, edhe ata të djathtë që ekzistonin gjatë luftës, para luftës, gjatë luftës dytë botërore dhe pas luftës ju bashkuan të gjithë luftës për çlirim, sepse e djathtë të bën pronar. Pra ka idenë e pronës. Edhe fshatarësia që u bashkua luftës gjatë luftës dytë botërore, që u bashkua luftës antifashiste nacionale shqiptare, ju bashkua me idenë sepse çfarë bëri Partia Komuniste kur erdhi? Bëri një lojë shumë të pastër, pra nuk u mor me ideologjinë komuniste, po i tha fshatarit do t'jap tokë. Pra do të bëj të djathtë, do t'jap pronë. Prona është e djathtës, pra do t'jap pronë dhe fshatari ju bashkan gjithë kësaj lufte. Po ti kishe thënë që pronën do ta konfiskojnë aty pas 5 viteve, të garantoj që nuk do t'i shkonte asnjëri në luftë. Pra këto janë konceptet. Pra ai që është pronar është i djathtë dhe shteti erdhi dhe i dha tokën atij. Ja mori pas 5 viteve, 10 viteve, ja shtetëzoi sërish, nëse ai ja dha, ja shtetëzoi. Po ama për këtë ju bashkan gjithë luftës, sepse mendoi se do të bëhej i djathtë. Edhe në realitet nuk pati djathtë, ndërsa ata të pak të djathtë që ishin ju bashkangjitën ideologjisë komuniste për arsye të ndryshme, pra ndodhi në Shqipëri gjatë luftës dytë botërore e njëjta gjë që ndodhi me presidentin amerikan që u dolën kundër skllavërisë. Pra ata ishin pronar skllavërisë dhe vendosën të hiqnin skllavërinë. E njëjta gjë, pronarët më të mëdhenj të tokave dhe feudalët në Shqipëri u bashkangjitën luftës antifashiste nacionale. Pra familjet e mëdha aty ju bashkë, pra kjo është ideja. Pra ata ju bashkangjitën një ideologji që e quajtë e konsideruan përparimtare. Ndërsa pjesa tjetër ju bashkangjit luftës për shkak se do merrnin pronë, pra do bëheshim të djathtë, do bëheshim të pasur. Po realiteti është që të gjithë ishin të majtë. Përpara 3 vjetësh e gjysmë të thoje që Ukraina e ka provokuar luftën me atë që ka bërë në Donbas për 8 vjet me radhë, ishte teori konspiracioni. Ishte teori konspiracioni gjithashtu të thoje që Putin kërkonte bashkëpunim me Europën dhe me NATO-n dhe nuk kërkonte luftë. Ishte teori konspiracioni të thoje edhe që në terren, pra në fushë betejë, Rusia po përparon dhe do të vazhdojë të përparojë derisa të dojë për shkak të vepërsisë së fortë ushtarake që ka ndaj Ukrainës. Ndërkohë që von der Leyen atëherë thoshte ushtria ruse nuk ka më procesor për pajisjet e tyre ushtarake, po i vjedhin në për lavatriçe dhe në për frigorifer. Po thoshte që 75% e prodhimit të makinave është mbyllur, që avionët e Aeroflotit nuk ngrihen nga toka sepse nuk kanë pjesë këmbimi. Që ishte sakatuar i gjithë sektori financiar në Rusi për shkak të bllokimit të transfertave ndërkombëtare, nxjerrjesh nga sistemi SWIFT që kishte bërë Europa. Ndërsa pas 3 vjetësh Europa ngrihet dhe thotë na duhen $800 miliardë për të armatosur për të përballuar Rusinë. Çfarë ndodhi gjatë këtyre 3 viteve? Ku vajtën këto pretendime procesor të vjedhur? Ajo që ndodhi gjatë këtyre 3 viteve është ajo që Goebbelsi do ta kishte zili. Pra ka arritur propaganda që ata bën për 3 vite, pra një propagandë për të fshehur realitetin e asaj çfarë ndodhte dhe asaj çfarë ishte në të vërtetë Rusia, një realitet të cilët ata e dinin se cili ishte. Por ideja e tyre ishte që t'ia fshinin këtë realitet pjesës të popullatës të cilën ata e menaxhojnë. Pra fondet e cilët ata menaxhojnë, jetat e cilëve ata menaxhojnë, pra jetët tona. Dhe ky është gjithë qëllimi dhe e arritën këtë gjë për këto 3 vjet e gjysmë, për këto 3 vjet në një propagandë të tillë, e them një herë që Goebbelsi do ta kishte zili se ku ka mbërritur propaganda që ai propagandonte, pra një të tillë. Dhe po të shikojmë, gjithkush mund të kthehet në retrospektiv sot dhe të hyjë dhe të thotë ato paraqitjet dhe deklaratat për çdo vit, Putini dilte para Dumës ruse dhe çdo vit në janar jepte një flalim dhe tregonte të arriturat e Rusisë. Dhe për çdo vit, të arriturat e tyre ushtarake dhe industriale ishin për çdo vit në rritje, pra janë publike të bëra. Është publik në sasia numri raketave, armatimeve që prodhonin, një gjërave të reja, pra gjithçka është publike. Dhe çfarë u bë? Kjo u mbulua dhe na u tha që neve jemi më të fortët, neve jemi më të mirët, pra ata janë të humbur për të financuar një luftë e cila lindi si pasojë e mbrojtjes së të drejtave të qytetarëve që u thatë, të drejtave të atyre qytetarëve që ju shkelën të drejtat e tyre, pra e provokuar totalisht, dhe po këtë duhet ta shisim si një demokraci, pra neve kemi të drejtë, sepse në aspektin që ne mendojmë, në këtë pseudo-demokracinë, se kjo nuk është demokraci, ne jetojmë në një autoritarizëm të cilën na e kanë shitur si demokraci.
Dhe ky autoritarizëm do të na thotë që çdo gjë që bëjmë neve është e drejtë, çdo gjë që bëjnë ata që nuk janë me neve nuk është e drejtë. Pra, çdo gjë që ti e shef që nuk bëhet me ata që neve nuk i kemi miq, nuk i kemi ashtu, pra nuk i kemi fis me neve, nuk janë me neve, është e gabuar, ata janë të këqit, kursa ne jemi të mirët. Pra, shiko, niveli infantil i kësaj shoqërie që ata ngritën, i këtij mendimi që ngritën në këtë shoqërinë tonë në këto 3 vitet e fundit, është një nivel infantil i miri dhe i keqi. Sepse ti si do ja shpjegosh një fëmijë 6 vjeçar që sa po ka arritur të fillojë, ti ja shpjegon kush është i miri, kush është i keqi. Dhe fëmia të pyet e bën, cili është i miri dhe cili është i keqi. Dhe ata e trajtuan një shoqëri të tërë evropiane si fëmijë, pra duke thënë që ne jemi të mirët, ata janë të këqij. Mbase kanë pak të drejtë se u ka funksionuar në një farmase. Një pjesë e madhe e qytetarëve evropian janë aq trushplarë sa të besojnë se Putin është djalli në këtë mes, ndërsa Zelenski është engjilli. Dakor, ka funksionuar. Ata nga që ka funksionuar e mbajtën 3 vjet, se po mos funksiononte do ndryshonin. Pra kjo tregon që ka funksionuar, sepse shoqëria është mpir. Pra kemi një shoqëri të mpir, një shoqëri që nuk lexon. Imagjinoni, neve sot pra numri i gazetave që botohen dhe që publikohen në të gjithë Evropën, përfshi edhe neve, se edhe neve jemi pjesë e Evropës, pra. Gjeografikisht. Kemi qenë gjithë një Evropë, pavarësisht se jemi politikisht, kjo është çështje tjetër. Por numri i gazetave që publikohen dhe që botohen ka rënë në të gjithë Evropën me 80%. Pra do thotë që njerëzit nuk lexojnë më. Dhe mendojnë se lexojnë, dhe dikush mund thotë që po lexojnë në celular, nuk e lexon dot në celular. Në celular mund të lexosh 10-15 minuta, nuk lexon dot më tutje. Pra kjo është bërë qëllimisht. Jo, libra sigurisht që nuk lexon njëri në celular, ajo është gazeta nuk lexon gazeta, të lexosh gazetën që të kuptosh diçka çfarë ndodh. Do thua që gazeta është propagandë. Po, është propagandë sepse ka ndryshuar edhe kjo. Pra është blerë e gjithë, por ama ti të lexosh, që të vësh trurin në punë, nuk e vë më njëri trurin në punë dhe kemi mbritur, thoshte Oriana Falaçi te lobitizimi i trurit. Pra ajo çfarë shoqëritë bëjnë, pa të shkruar në një libër të saj, ka marruar titullin para 20 viteve, ajo pa të shkruar që lobitizimi i Shqipërisë. Pra lobotizim do të thotë që ti kur të bën një operacion në tru dhe të heqin trurin, ta heqin gjysmën e trurit, dhe ai quhet lobotizim, lobotomia. Po. Dhe neve thot po mbrim në këtë lobotomin. Dhe pse po mbrim në lobotomin? Dhe lobotomia shumë e thjeshtë është, ajo fillon që nga momenti që ti fëmis i jep një makinë llogaritse. Pra kur të bëj ato veprimet në shkollë, merr telefonin celular, sapo kishin dalë telefonët celular para 20 viteve, dhe ai nuk e bën 2+2 me mendje, po e bën 2+2 me makineri, me telefon. Dhe në momentin që ti e bën 2+2 me telefon, kjo shkakton lobotomizim të trurit. Dhe kjo shoqëri është lobotomizuar sepse ti ke hequr librin, ti ke hequr gazetën për shembull për shkak të pandemisë, në shumë vende të botës u ndalua publikimi i gazetave, pra nuk publikohen më. Kosova është një nga ato, e cila ka marrë vendim, pra Albin Kurti mori vendim që të mos dhe në Kosovë nuk publikohet mas një gazetë, nuk botohet një gazetë. E kupton çfarë lobotomizmi që po ndodh? Pra në këtë lobotomi jemi dhe kjo shoqëri është pothuajse lobotomizuar. Ti kthehemi teorive të konspiracionit në thonjsa, pra Putinit djallë dhe Zelenskit engjëll. Nëse Putin me potencialin ushtarak që ka Rusia e sotme, do t'ishte Netanyahu, pra do t'kishte po atë urrëtie për ukrainasit që Netanyahu ka për palestinezët. Nëse do t'kishte po atë mbështetje politike, ushtarake, financiare nga e gjithë bota si që ka Izraeli. Si do t'ishte Ukraina sot pas 3 vjetësh e gjysmë luftë? Po, në rast se do të bëj, ka të bëjë me konceptin strategjik kjo, pra, koncepti strategjik e tyre është eliminimi i forcave ushtarake të Ukrainës dhe jo eliminimi i Ukrainës si shtet. Pra, kemi dy koncepte ndryshme. Po, prandaj e bëra këtë provokim. Nëse do të ishte Netanyahu dhe nëse do të kishte qëllim aneksimin e plotë të Ukrainës. Koncepti izraelit është asgjësimi total i popullit palestinez dhe marrja e territorit. Pra, është një koncept kolonial. Ky ka qenë gjithnjë koncepti i kolonive, që kur kanë filluar të ekzistojnë. Kurse këtu nuk kemi një koncept kolonial në Rusi, këtu kemi asgjësimin e forcës ushtarake ukrainase, po jo asgjësimin e shtetit Ukrainas. Dhe këtë e shef në aspektin që nuk ke asnjë që nga fillimi i luftës deri në sot, pra juve ashtu siç thotë edhe për pak muaj bëhen 4 vjet nga kjo luftë, nuk është goditur asnjë institucion qeveritar. Dhe këtu nuk kemi goditur as shtabin e përgjithshëm dhe as ministrinë e mbrojtjes. Pra ti e ke vënë në objekt tënd strategjik eliminimin e fuqisë ushtarake të Ukrainës, dhe në këtë eliminim të fuqisë ushtarake ti nuk e godet as shtabin e përgjithshëm dhe as ministrinë e mbrojtjes. Që konsideron objekte jo.
Jo, ato objekte ushtarake janë, dhe janë objekte të rëndësisë të lartë ushtarake, sepse ai shtabi i përgjithshëm drejton këtë luftën. Por ti ke zgjedhur që të shmangësh viktimat dhe të eliminosh luftën në terren, ta eliminosh luftën në llogore përballë në front. Pra armiku në front, dhe jo ta eliminosh ti bie shkurt atje, sepse pastaj ajo do të sjellë pasoja të tjera, pra pasoja që sollën për Izraelin, këtë izolim, dhe atëherë do kishme një izolim, pra ata shmangën izolimin dhe zgjodhen një luftë të gjatë, të mundimshme, të kushtueshme, që normalisht është e kushtueshme edhe për ata, edhe për tjerë, por ama jo në këtë drejtë. Prej fillimit të luftës deri më sot, në Ukrainë kanë vdekur 19.000 civila, dhe sipas OKB-s, pra gjithnjë sipas OKB-s, ky shifër, ka 19.000 civila, 93% e tyre janë të vdekur thot për shkak se janë mbetur midis dy zjarreve, pra kanë qelluar, nuk kanë ikur dhe kanë mbetur, pra janë pasojë midis dy zjarreve, nuk është goditje direkte. Kjo, ndërsa për viktimat në Palestinë, OKB-ja doli me një deklaratë, me një studim të bërë nga një komision i pavarur i OKB-s, i cili thotë që është genocid dhe krim lufte. Pra këtu është ndryshimi i kësaj. Ti varet se si e koncepton strategjinë tënde dhe si e bën strategjinë tënde. Në kapacitetin që ka Rusia, në rast se do të donte ta bënte atë që ka bërë Izraeli, po, mund ta bënte dhe ta bënte rrafsh për një javë me kapacitet dhe fuqinë ushtarake që ka. Pra duke goditur me raketa. Në rast se gjitha këto raketa deri më sot sipas Ukrainës, ata kanë lëshuar diku të rreth 46.000 raketa diçka tilla, pra 46.000 raketa, në rast se këto do të lëshoheshin në gjitha objektivat civile, atëherë dëmi do të ishte katastrofal, do të ishte i madh. Dhe atëherë nuk kishte më çfarë diskutonim se jetonim në këtë shoqëri, pra nuk ishte më shoqëri për të jetuar, ishte kthyer dehumanizuar shoqëria. 3 vjet më parë u hodh në erë gazsjellësi Nord Stream, të dy degët në fakt, Nord Stream 1 dhe Nord Stream 2, investim i përbashkët ruso-gjerman që do të furnizonte të gjithë Europën perëndimore me gaz të lirë nga Rusia. Atëherë ish drejtori i CIA-s, Brennan, tha që kjo është padyshim vepër e Rusisë. Media, politikanët, diplomatët europianë perëndimor dhe amerikanë të gjithë fajsuan Rusinë, por çuditërisht disa personazhe si Ted Cruz, si senatori amerikan, apo si Victoria Nuland, arkitektja e përmbysjes së regjimit në Ukrainë, u shprehën shumë të kënaqur me faktin që Nord Streami ishte katandisur, me fjalët e tyre, një copë hekurishte në fund të detit. Atëherë ishte teori konspiracionit të thoja se kjo nuk është vepër e Rusisë, po kjo është vepër e vendeve të NATO-s përfshirë Ukrainën. Sot pas kaq vitesh kemi 2 të arrestuar dhe janë që të dy Ukrainës, asnjëri nuk është rus. Edhe këta të arrestuarit nuk kanë të bëjnë me këtë, pra është thjesht një sajesë e cila po bëhet, pra ky perëndimi që po flasim, me cilin bëjmë edhe neve pjesë, i cili ka degeneruar totalisht, po do t'ja lëj atë që ka bërë, po do t'ja lëj në dorë Ukrainës. Pra, është si puna e saj Pons Pilatit, i cili po duan të lajnë duart. Dhe tashmë kanë gjetur 2 viktima. 3 po thjesht, edhe njërin e pati arrestuar Ukraina, nëse mbani mend, dhe ai vdiq në burg, pra. Një ish pjesëtar thotë, pra kanë qenë 3 të arrestuar për këtë. Njëri ka qenë në Ukrainë dhe 2 janë në Poloni. Pra ja kanë vetur në këta të 2. Jo, njëri është arrestuar në Itali. Po, në Itali. Dhe pastaj është deportuar. Po, dhe po ja lënë në kurriz këtyre. Realiteti është që nuk e kanë bërë këta, për arsye se nuk kanë kapacitetin ta bëjnë, nuk kanë as trajnimin dhe as kapacitetin. Goditja e Nord Streamit është një punë shtetërore dhe këtë e vërtetohet në 2 aspekte. Pra, e para 10 Nord Streami ka bërë kërkesë kompanisë të siguracioneve Lloyd Austin që është në Angli dhe Arch në Bermuda. Janë 2 kompani të cilat patën siguruar Nord Streamin. Dhe i ka bërë 10 kërkesë zyrtare këtyre të dyjave për të marrë siguracion, kanë kërkuar 400 milionë euro për siguracion. Dhe të dyja kompanitë e sigurimit që kishin siguracione, që kishin siguruar këtë Nord Streamin, pasi bën një hetim jashtë, nxorën dhe kthyen një përgjigje zyrtare. Unë e kam atë dokument, pra mund t'ja dërgoj që juve ta përdorni në podcastin tuaj. Po. Ky është një përgjigje zyrtare, po të asaj ku thotë që nuk paguhet sepse në kontratën që kemi bërë për siguracionin nuk është e diskutuar dhe nuk është vendosur që të paguajmë siguracion në rastet që kjo dëmtohet nga shteti. Pra, ata kanë dalë në përfundimin, të cilën nuk e thonë se si, por ama përcaktojnë që është një shtet që qëndron pas kësaj. Dhe tashmë Rusia u përjashtua sepse u kapën Ukrainës. Pra nuk kemi të bëjmë me Rus. Ukrainasit nuk e kanë këtë kapacitet, sepse duhen kapacitete shtetërore për ta hedhur në erë këtë.
Atëherë kujt I mbeten këto kapacitete shtetërore? Këto kapacitete shtetërore kujt I mbeten? I mbeten Shtetë Bashkuara të Amerikës, e cila ka kapacitete ta bëjë këtë, I mbeten Anglisë, e cila ka kapacitete ta bëjë këtë. Ndërsa vendet e tjera nuk kanë kapacitete ta bëjnë këtë. Dhe tash vim te kapaciteti I bërjes që tregon se kush e ka bërë në realitet, pra për të kuptuar se ku jemi, pra këtë konspiracionin tjetër, tash bëjmë pak këtë konspiracionin që tashmë ka bërë Ukraina. Gjithë ky tubacioni është 1200 kilometra I gjatë. Pra tubacioni Nord Stream, njëshi dhe dyshi bashkë. Ky tubacioni kalon në afërsi në lindje të ishullit Bornholm. Dhe aty është bërë edhe goditja në Indje, në lindjet e jashtë bërë 2 goditje dhe janë bërë. Dhe rastësisht ka pasur stërvitje të NATO-s në muajin qershor, 3 muaj përpara shpërthimit. Ajo është komplet diçka tjetër. Dhe janë bërë dy shpërthime. Diferenca midis, pra distanca midis dy shpërthimeve është 75 kilometra. Ka ndodhur shpërthimi I parë. Shpërthimi I parë ka ndodhur në ora 12 të natës duke u gdhir data 26 shtator. Ndërsa shpërthimi I dytë ka ndodhur 17 orë më mbrapa. Pra shpërthimi I dytë ka ndodhur në ora 5 mbasdite të datës 26 shtator. Dhe pse janë bërë dy shpërthime në këtë diferencë? Është bërë shpërthimi I parë I cili është një shpërthim I vogël, ai I parë I cili është bërë në 12 të natës, dhe gjatë kohës që ka bërë shpërthimi, nga ora 10 e natës e datës 25 shtator, deri në orët e para të mëngjesit dhe në ora 6 të mëngjesit të datës 26 shtator, në territorin e Bornholmit, pra në të territor që ndodhen ose ku ka ndodhur shpërthimi, ka fluturuar një avion Poseidon, është avion zbulus I marinës amerikane, ka fluturuar në gjithë territorin me orë të gjata dhe me të shoqëruar edhe një avion stratotanker, pra një avion cistern stratotanker I cili ka furnizuar në ajër avionin Poseidon I cili vazhdon të mbante dhe në të njëjtën zonë ka fluturuar nga darka, pra nga ora 10 e darkës deri në ora 2 të mëngjesit, ka fluturuar edhe një helikopter Seahawk I cili përket forcave ajrore, forcave detare të ushtrisë amerikane. Dhe në këtë aspekt, kur kemi një aeroplan, një helikopter Seahawk në një territor të caktuar, një avion Poseidon që merret me zbulimin dhe mbulimin e territorit, pra komunikime gjithçka unë, dhe një avion stratotanker, këtu kemi të bëjmë automatikisht në aspektin ushtarak kemi të bëjmë me një mision ushtarak të një force speciale që quhet Covert Operation. Operacioni fshet. Po. Dhe kemi të bëjmë një operacion të fshet. Dhe është vendosur dhe pra është bërë shpërthimi I parë që është vënë bomba e parë. Është bërë shpërthimi I parë dhe avioni ka qëndruar për të parë reagimin e rusëve ose reagimin e gjermanëve ose të danezëve. Dhe nuk ka pasur reagim. Me një s'ka pasur reagim, atëherë është vendosur të vendoset e dyta dhe e dyta është bërë 75 kilometra larg. Pse? Çfarë do lloj reagimi që të ndodhte? Të gjithë do të shkonin te vendi I shpërthimit të parë dhe ti je 75 kilometra larg vendit të shpërthimit. Pra çdo vëmendje ti tërheq vëmendjen këtej dhe ti vazhdon punën tënde atje. Interesante është se në linjën e Bornholmit, të ishullit Bornholm ka disa lloj thellësish dhe ky Nord Stream kalon në disa, duke kaluar poshtë, në linjën e Bornholmit është edhe një ai që quhet bazeni I Bornholmit dhe thellësia aty është 20 metra. Pra në 20 metra kalon tubacioni dhe nuk është vendosur dinamiti, pra eksplozivi nuk është vendosur në thellësinë 20 metra, por është zgjedhur të vendoset në thellësinë 80 metra. Në thellësinë 20 metra atëherë do ta pranonim që e kanë bërë ukrainësit sepse nuk janë profesionistë. Po janë hedhur me not zhytë dhe kanë mbajtur frymë. Po, 20 metra ti edhe me pajisje bën 20 metra çdo kush që nuk është super profesionist, pra mund ta bëj. Kurse në 80 metra ti do pajisje speciale dhe do super profesionist, të cilët nuk I posedon as Ukraina as Gjermania, pra I posedon vetëm Shtetet Bashkuara të Amerikës, I posedon Anglia dhe Norvegjia. Vetëm këta posedojnë të tillë zhytësa. Dhe Norvegjia duhet të thënë që pikërisht në atë kohë po finalizonte një investim gjigant, një naftsjellës dhe gazsjellës që po e çonte në Poloni. Në Poloni, po. Dhe është zgjedhur 80 metrash, është zgjedhur 80 metrash sepse është I vështirë riparimi, pra në 20 metrash edhe mund ta riparosh kollaj. Kurse në 80 metra nuk e riparon dot kollaj. Dhe sasia e eksplozivit, pra është bërë ajo sipas të gjitha edhe analiza të disa kompanive private që kanë marrë, sasia e eksplozivit e bërë e parë nuk e kalon 50 kg, pra është midis 10 dhe 50 kg. Por kemi një problem. Janë minosë të dy, po njëri tubacion është minuar 2 herë. Pra është minuar linja A e Nord Stream 2-shit, sepse çdo tubacion Nord Stream 1 dhe Nord Stream 2-shit, të dyja kanë nga dy tubacione. Pra Nord Stream 1 ka linjën A dhe linjën B, Nord Stream 2 ka linjën A dhe linjën B. Në këtë moment kemi minim të Nord Stream 2 të linjës A 2 herë. Pse? Sepse na ka ndodhur në kur hytin deti Baltik. Deti Baltik është deti më I mbi ngarkuar me kabla në New York.
pasi ka kabla të shumta energjie që kalojnë. Dhe kur ti afrohesh këtyre kablave të cilët janë në fundin e detit, atëherë në këtë moment ata ndryshojnë fushën magnetike. Dhe ndikojnë në ndryshimin e fushës magnetike dhe nuk funksionojnë kompasët, pra nuk funksionon busulla. Dhe një zhytës, sado profesionist thjesht, ku shkon në atë thellësi, duke qenë se nuk funksionon më busulla, ai humbet orientimin për 180 gradë. Dhe gabimisht kanë vendosur 2 herë eksploziv në të njëjtin vend. Pra nuk e kanë vendosur te linja B, pa e kanë vendosur te linja A eksplozivin. Dhe ka ndodhur shpërthim. Dhe gjitha kjo, ju nuk ju ka marrë kohë më shumë se 15 minuta, pra janë zhytur disa herë nga 15 minuta sepse nuk mund të rrinë më gjatë zhytësit në këtë kohë. Dhe janë bërë zhytjet e shpejta, janë vendosur ato dhe nuk është bërë më kontrolli, pra sepse në këtë moment zhytësit janë konsideruar më të shtrenjtë se sa operacioni. Dhe kanë vendosur dhe nuk është bërë më një zhytje tjetër e tretë, e cila duhet një zhytje e fundit, e cila është zhytja e kontrollit. Pra zhytja e kontrollit që bën ai fundi për të parë, a janë vendosur në rregull, a janë vendosur të gjitha, dhe vetëm ta kanë thënë që e vendosëm dhe kur kanë shpërthyer, është dëmtuar edhe tubacioni i linjës B të Nord Stream 2, po është dëmtuar për shkak të shpërthimit të madh që ndodhi te tubacioni tjetër, pra jo për shkak se ju vu këtij. Prandaj është më pak i dëmtuari linja B e Nord Stream 2-shit. Dhe pothuajse quhet e pa dëmtuar dhe ajo mund të vendoset në punë dhe të rregullohet. Zoti Goxha, jemi në fund të kohës dhe me që folëm për atë që mund ta quajmë marrëveshje të armpushimit, pra biem dakord që është armpushim në Gaza, jo paqe. Doja t'ju bëja një pyetje të fundit lidhur me rolin e presidentit Trump, i cili dëshiron të portretizohet dhe të perceptohet nga të tjerët si paqebërës. Dhe në fushat ka thënë që me të ardhur në shtëpinë e bardhë do të përfundojë brenda 24 orësh lufta në Ukrainë dhe shumë shpejt do të gjehet zgjidhja edhe për Gazën. Për Gazën kanë kaluar 9 muaj, nuk e ka gjetur akoma, ndërsa për Ukrainën zgjidhja duket edhe më larg. Parashikimi juaj, cili do të jetë qëndrimi i Trump në të ardhmen dhe a ka shanse që të arrihet së pari një armpushim pastaj një paqe në Ukrainë? Jo, nuk do të arrihet armpushimi dhe paqja në Ukrainë, do të arrihet në fillimet e vitit 2027, sepse atëherë me ritmin që Rusia po prodhon armatimin, me ritmin e cilat e goditjeve që ajo bën aktualisht, në një përllogaritje i bie që në fund të 2026, fillimi i 2027-s, ushtria ukrainase të mos ketë më asnjë kapacitet për të vepruar ushtarakisht edhe në nivel batalioni, jo më në nivel brigade, e cila nuk do të ekzistojë më fare. Dhe lufta mbaron pas 15-16 muajsh me kapitullimin e Ukrainës. Absolutisht po. Nuk mund të bëj asgjë dhe kjo Trumpit i nevojitet, pra ajo çfarë Trumpi ka kuptuar në këtë mes, pavarësisht asaj që tha, ka kuptuar që nuk mundet të ndalë luftën, për arsye se nuk mundet të bindi askënd për ndalur të luftë, por është duke përfituar nga kjo, në aspektin që duke qenë se nuk vëm dot paqe, atëherë ç'a bëjmë? Për nevojat e tij politike të brendshme, pra ka zgjedhjet në vitin që vjen, ka probleme të brendshme dhe për të mbushur mendjen e gjithë këtyre demokratëve, të cilët duhet patjetër të votojnë, pra të mblidhen dhe të votojnë ekzistimin e qeverisë amerikane, sepse tashmë jemi koherent gjithë dhe kemi parë që nuk po paguhet më qeveria amerikane, pra po është bllokuar një pjesë e buxhetit qeveria amerikane, shkak të buxhetit, atëherë ç'a bëhet? Atëherë ka kuptuar që kjo mund të vijë për shkak të përshkallëzimit. Dhe ç'a bën? Po los lojën e përshkallëzimit, pra nuk e qenë se unë se vura paqen, atëherë unë e përshkallëzoj dhe ka nisur atë retorikën që paqen nëpërmjet forcës. Dhe prandaj ka shpikur retorikën paqe nëpërmjet forcës dhe kanë bërë edhe si motiv të tyre, prandaj ja ndruan edhe emrin nga Ministria e Mbrojtjes, ja bën Ministria e Luftës. Dhe i ndruan moton, atje moto paqe përmes forcës, në mënyrë që të arrijë kohezionin e brendshëm politik për nevojat e tij, do shkojë drejt një përshkallëzimi të përllogaritur dhe të marrëvesh. Pra përshkallëzimi do të jetë i marrëvesh midis tij dhe Rusisë. Pra nuk do kemi një përshkallëzim të dalë jashtë duarsh, pavarësisht se gjithë neve të tjerë dhe gjithë do mendojnë se në momentin që këta do japin Tomahawk, në momentin që do japin diçka tjetër, do shkojmë drejt luftës së tretë botërore. Jo, nuk do të kemi luftë tretë botërore. Kemi një përshkallëzim, do të kemi një përshkallëzim të kontrolluar dhe një përshkallëzim të akorduar për nevoja politike. Edhe një fjali të fundit, meqense bët një prognozë sipas së cilës lufta mbaron me kapitullimin e Ukrainës. Ku do të jetë sipas jush vija e re e kufirit midis Ukrainës dhe Rusisë pas 16 apo 17 muajsh? Do të jetë lumi i Dnjepër. Do të jetë lumi i Dnjepër për dy arsye. E para, sepse rusët do të marrin gjithë ato territore të cilat i kanë aneksuar me kushtetutë, pra do të marrin edhe Zaporizhën, dhe në momentin që do marrin këto territore, ata ecin me konceptin e cilin e kanë nxjerrë që para një viti e gjysmë, të një territori, të një zone sigurie. Dhe kjo zona e sigurisë që ata do të kërkojnë, normalisht kur ti e merr ta zëm Zaporizhën, në momentin që ti e merr Zaporizhën, atëherë Dnjepri është larg nga Zaporizhja diku të rreth 35 kilometra. Pra, dhe duke qenë se
Në zona 35 kilometra është gjithnjë, pra unë e them të në aspektin teknik ushtarak. Pra zonat ti duhet ta shtosh këtë zonë deri në 50 kilometra, sepse artilleria toksore e ka fuqinë godasi 30 deri 37 kilometra. Pra ti duhet ta çosh të artillerinë larg ti 37 kilometrësh që ti të mos rrezikosh me trupat e tua. Dhe për këtë arsye do të kërkojnë që çfarë lloj artillerie që mbet të kalojë me ata në Dnjepër, duke kaluar me ata në Dnjepër. Ti futet në Dnjepër ti ke kaluar në një largësi prej 75 kilometrash. Dhe kjo është ajo tampon zona që do të krijojnë. Pra, kufiri do të jetë Dnjepëri. Odesa për momentin nuk mendoj që do të merret Odesa në rast se nuk e provokon perëndimi, pra në rast se nuk e provokon Evropa. Evropa, Franca është ajo e cila kërkon të rivendosë sërish në Odesa pas 100 ca viteve, pra kërkon të hyjë dhe ta marrin në kontroll Odesën, bashkë me rumunët, pra ju ka bindur rumunët që juve do të merrni sërish territoret që ju a dha Gjermania, pra një pjesë e Odesën, se mbani mend, Gjermania naziste ju a dha rumunëve gjatë luftës së dytë botërore. Po. Pasi përzuri gjithë hebrejt atje dhe i vrau, mendimin e ukrainasve, dhe ju a dha rumunëve. Dhe sërish ta kanë filluar ato pretendimet e tyre koloniale që hyjmë atje dhe ndajmë Odesën, gjysmën ju, gjysmën neve, në rast se këta nuk do të hyjnë me forca ushtarake në Odesa, unë mendoj që Odesa do të mbetet jashtë dhe do të shkojë pas vitit 2027 në referendume të tjera që do të kërkojë shkëputjen nga Ukraina, sepse Ukraina do jetë një shtet i dështuar i cili do mund mbajë me bukas veten. Në rast se këta do të hyjnë me forca, atëherë rusët, vetëm pasi të marrin Zaporizhën, atëherë rusët do t'i drejtohen Odesës, sepse çdo lloj operacioni me desant detar është shumë i kushtueshëm dhe shumë i shtrenjtë edhe nga ana njerëzore, pra është shumë i rrezikshëm. Dhe në të gjitha rastet, kur rusët e kanë marrë Odesën, e kanë marrë nga ana toksore duke zbritur nga Zaporizhja poshtë. Prandaj ata po japin zor që ta marrin Zaporizhën. Në moment që marrin Zaporizhën, ata dalin mbi Khersonin. Automatikisht Khersoni është i marrë dhe në moment që merren këto të dyja, atëherë ti i del Odesës nga shpina dhe vetëm dy rrugë që ka Odesa, që vijnë nga Kievi në drejtim Odesës, që merr çdo lloj furnizimi, kalojnë në periferi të Khersonit. Dhe këto dy rrugë, në momentin që ti i vendos në zjarrin e artillerisë tënde, pra në rrezën e artillerisë tënde, automatikisht Odesa është e mbaruar. Prandaj derisa të merren këto territore, nuk do të kemi asgjë në Odesa, sepse është e pamundur që të bëhet nga ana ushtarake, sepse do të ketë po të bëhet me desant detar dhe ajror, ka humbje të mëdha në njerëz, humbje të cilat Putini vet nuk mundet më të justifikojë dhe pastaj zërat ultranacionalistë që ka brenda do të kërkojnë që të bëjë atë që bëri Netanyahu në Gaza. Dhe për të mos vajtur drejt asaj, ata do ta zgjasin sa më shumë këtë gjë. Zoti Goxha, biseda është kaq e këndshme sa kam frikë se mund të hapim tema pafund, edhe të gjitha të jenë interesante dhe padyshim këndvështrimi juaj është shumë i vlefshëm për mua dhe për publikun. Por jam i detyruar ta mbyll këtu. Ju falenderoj shumë për bisedën edhe shpresoj t'ju kem shpesh në të ardhmen. Ju falenderoj për ftesën dhe ju uroj suksese në këtë idenë tuaj që keni nisur, që të nuk bëm teori konspiracioni apo jo? Jo, të grisim sa më shumë. Shikoj, ju i quajtë teori konspiracioni, do t'i quaja propagandë goebbelsiane, që të grisim po nuk i bëjmë i bën qeveria. Dhe prandaj ju uroj suksese në grisjen e kësaj propagande goebbelsiane, e cila po lobotimizon njerëzimin dhe shoqërinë tonë. Edhe unë ju falenderoj për kontributin tuaj. Çdo të mirë.